Përshëndetje miq të ftohtë nxehtë Summer, ja ku po takohemi së bashku, do të jemi për 1 orë 30 minuta me të ftuar me muzikë, me DJ Leo, çuçi? Mirë granete. Çuçi kalu mirë? Mirë, me punë spanale. Leo, na ke mungu, po na mungon shpesh, krejt këto fajt I ka vera, po më duket, apo? Vera, po. Te Leo ne kena sa knej. Sa pëlqen muzikë më shumë? Ua, telefone që tash. Të madhe pak sa të na. Bravo Leo, bravo. Kjo është Summer, është ditët e nxehta të verës, kuptohet që të gjithë fokusohemi tek muzika e mirë, muhabetet mira, me u kënaqur që të vazhdojmë të qëndrojmë sa më shumë pozitiv, ndërsa që është më e bukura që ftohtë e nxehtë e keni kështu në orën 9:30, e hën, e premte dhe të shtunën, e bashkë do të sjellim tek ju momentet më të bukura dhe momentet më pikante të verës. Po e dëgjojmë pak Leon, e pastaj do e nisim me një këngëtar I cili pëlqejet shumë, që besa me zonjën e tij me këngët e tij, na bën edhe me vujt. Por do të kemi edhe një aktore, gjitha ato se çfarë do të ndodhë në studion e ftohtë të nxehtë Summer, do e kuptojmë tani. Se kom dasht me krejt mirat e krejtësia që I ka pas, I kur m'ka gëzue, m'ka I dhenue, kur m'ka pjas, sa e kom dasht, me krejt mirat e krejtësia që I ka pas, I kur m'ka gëzue, m'ka I dhenue, kur m'ka pjas, sa e kom dasht. E sa I lumtur isha, unë me ta, edhe kur ojë nojke, pa kur gjan, e kur jam fejke, ajde qa, tani rije luqa, a mu qa, se kom dasht, me krejt mirat e krejtësia që I ka pas, I kur m'ka gëzue, m'ka I dhenue, kur m'ka pjas, sa e kom dasht, me krejt mirat e krejtësia që I ka pas, I kur m'ka gëzue, m'ka I dhenue, kur m'ka pjas, sa e kom dasht. Atër me që të ftohtë të nxehtë, po besoj që e kuptuat se kush do t'jetë me ne. Sonte po besoj që këngët e ti jo rastësisht kanë grupuar miliona klikime. Çdo këngë që e lansën, klikohet, dëgjohet, pëlqejet e që besa dhe shumë njerëz me ato këngë vujnë. Nuk e di ma është I dashurum, apo ndoshta fajet I ka dashnia që këngët e ti na bojnë e na prekin zemër edhe na bojnë me vujt, po për krejta këto, ka dal, sot kam kënaqësinë që krejta këto me I diskutu me Bujar Mustafën. Bujar, mirë se erdhe. Përshëndetje Granit, mirë se vëgjeta, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësinë e di që daljet e tua televizive janë të pakta, nuk e do më thonë shumë rrallë, po besoj që puna jote fol më shumë se intervistat, po sot këna boni lëshim së. Sot këna me këshu ku është Bujarja, ku së është ta. Bujar, e di që në intervistën tonë dhe të parë, e kemi po për emisionin In and Out, kështu që e dim për afërsisht pak kur ka nis, qush ka nis, krejt kjo. Po du me të pyet, a e ke besu që do të kërësh ka që shumë suksese? Ke fillu në ato nisën tonë dhe të parë. Po ta shpresa gjithmonë jonë, për me pa sukses të madhë, po nuk e kom prit që ka shpejt edhe për një kohë shumë shkurt, po me punë normal, me punë. Rallë është të unalë, kështu se po punon. Se kam njetë më nalë, derisa të nalet zani. Rallë është Bujar, unë e di që këngëtarët kur të fillojnë, fillim kanë vështërsi e krejta këto, kena mi diskutu, po du me unalë pak të pagesën e parë kur e ke marë, kur ke knu me një mramje, ose në shoqni, ose kudo. Çka ke bo me që ato parët e para kur i ke marë prej punës tënde? Më ktheve koxha në kohë se jam kon I vogël. Koxha I vogël jam kon kur kam shku për herë të parë me bë muzikë dikun. Jam shku me vëllaun tem. Edhe ato parë normal
Unë si i vogël nuk dia s'ku me shpenzu, po s'ku pas në biznes o diçka kërë s'ku pas i vogël. Sa vjetë për afërsisht? Nuk e di nashta i kum pas dikun 14 vjetë. Okej. 15 vjetë nuk e di. Edhe me në që s'pe që me shku të shpija dhe mja dhe parë të prindit. Se e disha që tani ajo më përkra hala ma shumë se për këtë muzikës. Kështu që... Cila ka qenë ajo kënga e parë që për bujarin mujna me qujtë si pasaporta e suksesit bujarit? Me cilën këngë njerës e kanë këthy krytë kështu kompletë dhe me thonë, se ki shumë këngë, për shata penal në... Po, fillimit dhe më thonë, kur ka njësë këngë me ecë, s'pari këm bo një cover, o këngë që ka jetë mirë. është mësja falën që këm pas bo në stil pak më balad, jo është ritmike. Po. Sot dhe adit tash, dhe më thasare këndojmë mbramje, gjithmonë këndojmë publikus bashkë me mu fort. Se din që përmes asaj paka shumë, po janë edhe këngë tjera më kemë bytë, është ku je kanë, e tani kështu më radhë. Shku që si e nalë. Bujar, e di që gjdo artist kur të njës, ka edhe zona për shambull për shoqënisë, familjarëve, ose kush do që i thonë për shambull, leje muzikë. Së është muzika për ty, po e marë si shambull. A ke pas kësi lloj njerëz? Kom pas për gjallar. Për ndryshe, nuk e di unë, nuk e di tash është muzika keq apo jo, po si pas menimit tem nëse të punon për një jetë mirë, nuk është keq muzika. Edhe kërkuj keq s'pi bon. Ti thjesht pi knash një po që po kanë qenë më dalë më knash, dikun më raktu një mbrame se dikun edhe po shkon ata po knaqën ku po të shohin ty, ti knaqën kur ishe ata, knoni bashk, këceni bashk, knaqën një kështu që nuk po besoj që është diçka ndalume me u knaqës bashkë. E vërtet. Po, kur fillove karierën atë aspektin që këngët mërën mira klikime, shpërthimet para, ka dalë showbizja dhe kolegë që shi ke menu kështu? Me të kalzu drejt, hiq s'kom menu farë për këtë pjesën, apo menon për kolegët kam për Po, kolegët atë kam për kra kolegëta. Nuk e kom menu farë këtë pjesë, apo kupton, unë e respektoj gjithë, e kom thonë, edhe një intervjista tjera, kur do që i shoh, i nëroj, i respektoj, po për kraje më kanë dhënë ka pak, po jo atë shumë. A ekziston gjelozia si shumë showbiz kështu? Po, normal që ekziston gjelozia, mos me ekzistu, s'besoj që... A kanë këshyrë me të bloku për shambë? Po, mërë që s'kanë këshyrë, shumë kanë këshyrë me të bloku. Ka pas në raste të lifara që... Kanë tentu. Po, kur do në zoti madhë, nuk mund të kërkush me të nalë. E vërtet, edhe kur punon, kështu që... Po, edhe kur punon. Unë që zakonisht në rrjetet sociale, mramjet e tua, i ki një mas një. Që më boni përshtypje me qenë se unë jem shumë transparent me publikun e të regoj drejt. Ka një kohë të gjatë që jena në luftën e Bujari për këtë intervist. Edhe u kone pa mundur, jo këtë ditë s'mu, jo këtë natë s'mu, jo këtu, jo aty. Edhe, sa që ma fillova me përcjell me lup, edhe të shisha në stop mramjet shumë ta. Sa që kur i publikove dhe datat e sezonit veror, si të mramjeve, dasmave, krejtë kështu e pashtë që nuk e dhja më nëshme një dorë me numru në i datë lirë. Po i bjen kjo që Bujari po kërkohet gjithandej. Po sa po lodhë është edhe qysh po ja del? Se gjdo në ato është pak e vështirë. Po normal është lodhja shumë e madhë, është se puna edhe gjumit që kem pak, gjumin e kem në normal djetë. Si artist e madhë, gjumin e kem pak jo me orar, edhe është lodhja madhë, po kur i ki bashkëpunëtorët e mirë, kur punon dhe më thonë edhe e ashe suksesin punës, knaqesh, nështë ma shumë knaqesh se sa lodhësh. A pe kallë kështë edhe kur i ki ekipën e mirë, dhe më thonë, mra pa orkestrën e DJ-s, unë edhe me DJ, shkoj se shumicën e kangët mija nuk nuën, s'mujnë më kënu live, se janë ma moderne, apo kupton? Bile sonë të kemi këtu edhe prezent e DJ-n, e mrekullueshëm DJ Gringon, tash edhe pak e trasin këtu. Të shojmë qka për nga thot DJ-i, edhe pse... E ngushtojnë pak. E vërtet. Tash, po du me më të regu drejt. A e kallë neja për një me Bujari, a veç të ka dalë zonit që e kallë?
Nuk po më mërë me që del zonin nëse se ka. Kështu që nëse do në me ditë, a kallët neja tona jo, sa në të jena në Ferizaj, hajde me neve, tisë bashkë me krejt stafën edhe shini se që shkallët neja. Ferizaj pret na. Jo, realisht, adim se përta bëj këtë pytje. Se zakonisht, që fatos, dhe zë kjerën së nësë. Ne, shkum fatos. Realisht, arsyeja pse po të pës, se kuptohet që krejt artistat kur të publikojnë video se diçka mundohen me i kap ato momentet ma fire, ma të mira të mramjes. Kështu që ti po thu që nuk e... Do më thonë, na i kemi çdo performancë që çdo mbrëmje që i kena, do më thonë, i kemi 45 minuta deri në një orë maksimum, ja kupton, që i kena do më thonë interpretim, edhe i kena që performojmë. Prej fillimit deri në fund të na ka atmosferë, ka show, do më thonë edhe nuk. Do më thonë, je i sigur që e ka? Na nuk mundesh me nëzoni një video, me thonë të nëzoni një video se s'ka atmosferë qëtu, nuk ka është. A je i sigur? Po të thonë, mërë krejt stafin, sonte, hajdi me kamera, me krejt edhe. Realisht, na nuk mëna e marrë krejt stafin, se. Po s'është që se kum dërgu stafin. Edhe me pa e kalti. Për këtë arsye të pyeta e kall. Po, nuk po t'lo me folje, realisht po i ftoj gjithë me që e ftoj të nëzët samër, me pa se qka bëm bujarin mramje, me qenë se zakonisht thonë, na e kalli me bojmë, të shojmë a i ka të vërteta, ajo. Se kom dash me krejtira, me krejtira që i ka marrë. Kërë ka kësuem ka i dënosme. Kështu që unë thash që bashkë e vërtetojmë a e dhez, as e dhez, tash a e dhez bujari ajo, e gjukani jo në nejat e bujarit, po e pam edhe në video, një djallë që vërtet ka hajdi ke turë të altë. Gringo. Gringo, kështu që unë e kështu aftu gringot, hajde gringo. Gringo. Shushe, a e mirë, mirë se erdhe. Albion Regjepi, për ndryshe njërë si DJ Gringo, Qushe mas pare? Qusheni jo, mirë ketë. Mirë, faleminderit. Zakonisht, DJ-at, ju e keni atë farmundësin me dhez nejen edhe me... Me ullë. Me ullë nejen. Na e pam që ka bën bujari, po më interesën Gringo, pak me dalë pre atësaj pjesës... Pse bujari është shumë serios për momentin, nuk përmoj me nëzirë për këti seriositet. Që sa t'ja nisi me loja, mas ne e shuajmë ku është. Mos u qelë shumë. Të regën momentet kur nëzehet bujari, edhe kthejet pak si nërvëz, në moment që të kujtohet diçka se këto gabimet ndodhin. Deri sos në ka ndodhë kur, kësi me pos. Emisioni Klik është gjithë të martë, të mërkur edhe të ejte, është emisioni politik, kënë përgjigjane. Na herë na i gabim, tu dasht me lyp, sa e kom dasht e ka lyp, ja ke lëshu një kong tjetër të ka këshyrë pak, se shkën. Po, unë e pësha me Fatos e me kamermanat, që, Fatos, a është dhez kjerë halo. O kry. Po ashtu po, kena pos, që ka lyp po shemë një kong tjetër. E ja kom ndryshu në moment, në rast që... A i ka ra ma mira, ma keq që ja kënë ndryshu kongën? Ma mirë besoj se kur kesh ka atmosferë publika edhe ata e kam pritë shumë mirë, qatë muzikë. Unë e di që me bashkëpunëtorët e kryen një raport edhe bosh si familje, realisht. Kështu që unë e di që kreta senet nuk mi të regënë së të mu, po pak aty këtu. Sa është, si është me punu me bujarin, realisht, me qenë se ju keni një kohë dhe jeni gjithë natë për thuaj se bashkë, është shumë djene mirë se edhe jena bo si ekip, si familje. Këto e kam si vëllot madhë, uj me thonë, i kena senet. Kuptomi me së, da beden këtë senet. Fjallorën mos u që ditë se i Ferizajt. Ferizaj kalona mas mirë se... Okej, po më interesën me ty diçka. Po më të regu drejt.
Granit, më falë që po ndërprej. Unë e ku më ushtru që me folë të këtë. Kështu që përgjigjet i merë që shduone, jo që të ndërprej. Në regullë, mu vësh për tu më qelë rrugën. Gringo, cili është për shambull momenti, hera e parë kur ke fillu punën me Bujar? Nëse si DJ, ne të kemi parë edhe me artistjere, vendet ndryshme. Po hera e parë me Bujarin kur ti ke dalë me përformu. A ke pas emocione, a ke pas stres, a tu ka duk me në madha, a tu ka duk arrogant, a si jo në pak do këto para gjukimet në fillim që pa i njof njerës, ti është me nën. Se di, jo, besë së më ka duk. Kjo është, a bedeni nga kuptu gjithmonë, non-stop i nga kuptu edhe emocion hera por pak po tani mo emocionet janë largu, se kur publika, kur ka energji, kur ka publika energji, na kena alo ma shumë. Kur i shojmë, a vetë të knosh publikën, na knosh me alo ma shumë, si ekip, e që jena ashtu neve. Okej, me qenë se ti ai personit që me një farë forme Bujarit këshyro se ty, ose si në tashin se që të kangë qka të që shtek. Kur nuk ju këshyri juve, ka i manë sytë Bujarit ma shumë? Ajde flako, fol. Se drejt është një. Këtë publikun e përzia. Këtë publikun. Kush e merë pagesën në fund? A shkon të si DJ-a menagjeri, okej. A ka nëjë moment ku okej, cili vënoni ma shumë, te a Bujari? Asë njone jena gjithë në sakt, në gjithë nej. Cili shkoni ma herët? One. Kë shkon, ndez pak nejën aty, është që shtojmë në shqiptarski, jashtim pak do të sfira aty. Na shkojmë jashtim flakën kretë. Okej. Në regull. Ta edhe, shkojmë edhe do pytje me Gringon se e lash Bujarin pak, se po mënona me nëzjerë na i fjallë, po jas ka diçka. Qysh është Bujari masi që të përfunda neja? A ju bjenë mu pa dhe mas neja? Po, është i që të gëzushëm kër e kodë me nejen, e diskutojmë që kena kalu mirë në gjithë të qytetë ku i në konë. A ndodhë për shambull gjatë interpretimit me lojnë telefonin, se zakonisht ose në sint, ose te e lojnë telefonin këngëtarët? Po, jasë në gjepë. A në gjepë? Gjepë ma mirë. Okej, në regu. Se sot e kalur mi ta avelin. Kur t'jena në punë, fokusumi në punë. A i nalët në erë telefoni kështu? A ka në emër që i shkrum pak ma shpesh për shambull? Se di se... I trajnumë është pjani. Privat, okej. I trajnumë, kështu që... Okej, në regull. Sa dalim të ajo pjesë? Vetë realitetin, se s'ka kur gjë këtu, unë single. Single, ja? Okej, mirë, që? E mërëm përgjigjen që është single. Po nuk po të se i këna përgatit të pytjet në zetat ajo pjesa e pijeve dhe pjesa e shankut, shu që atje të vazhdojmë me këto pytje. A ka naj këngëtar, Bujar, që e ke refuzu për mës me bashkëpunu me ta, mës me bo kangë? Me të kazu drejt, mu nuk më bjenë shumë me pas punë me këto sene, është labe menagjer që meret me bashkëpunimet dhe me krejt senet. Nuk vinë deri të unë, se labe edhin mirë, që a përshtatët me mu që ka jo, kështu që... Ku e njën vetën ma mirë Bujari, në mramje apo në dasmë? Po tash energjia ma e madhe, dhe më thonë, atmosfera ma e madhe është në mramje. Se, sidomos e kohë të funit, në pëjkim shumë mramit e mira dhe po ecën shumë mirë, po ka shumë njerëz zhurë me madhe, adrenalina është ma e madhe. Po dasma je ma, dhe më thonë, ma familjar, dyqysh edhe, është një farë dallon energjia, ndjenja është, dasma për nësë, këtë tjetër është. Dyjat e një vetën mirë. Dyjat, po kuptohet që ajo adrenalina është ndryshe. Cilat kanë qenë ndoshta komentet ose fjallë që i ke dëgju për vetë ose kur ta kanë dikush për një fotografie, kështu na i fjallë që ta thot? O, Bujar! Që u po një viral, një farë video, të shka të bërtit, o, Bujar. Vileshim një mbramin prizren kem, edhe bërtishin shumë dikush dhe djemë. Ma në qosh atje, o, Bujar, edhe nale muzikit, a shka o babër, o, Bujar, shka o ba, se veç po më thirni. E kështu kur takoj njerë, ta e din që e qka që gjatë? Jo, shumica nuk e din që jem ka që gjatë, një në 10 jem, nuk e din shumica që jem ka që gjatë, po
Bile shpesh herë do s'kena që janë pak më të ulta i them hiqni krecën nuk ka nevojë. Se bolli shoh publikun, në bollëm shohin mu. Edhe komentet janë gjithmonë veç pozitive. Nëse si shekon këngëtar, çka kështë mujtë më u bo kështu me profesor? Hiç se di këto, nuk e kom menu herë. Basketbollist ju? Basketball kom lujt, po nuk është që isha mirë nashta shumë me basketball. Okay. Futboll nashta isha mirë, futboll lujna koqa mirë, koqa shpesh, bile Gringo, Alvioni është fort portieri mirë. Sa të lumë termina, kjo gjithë me mu bëhet, bëhem bashkë edhe kur s'kena hub dhe i sot asë herë, do me thonë. Kështu që sa të përfundon sezona, presim kundërshtar të fort. Unë edhe fato si vina dhe mujna. Oke, Gringo, nëse po e marrë shambull, ka artista dhe të tjerë që ka nevoj për DJ e kështu. Për sa pare e kështë të ratu bujari? S'moj me tratu, se për fillimit e na bashkë. Po tash për shambull thirë Rita Ora për një mramje. Jo, me thirë Rita Ora, shamo nëse shkonu në e rejhive. Okej. Bujar, unë kësha kërku për ideje këto momente, me nga këndu një kongë, sepse unë po du me kalu të pjesa e nëzet, e pytje e të nëzeta. Me qenë se kemi edhe komplet stafin e bujarit, kjo komplet, për një pjesë stafit bujarit, diçka me nadhez, me valzu, me u përgadit për atë pjesën e nëzet pjeve, me pa qushje, qka ke bo, te ke bo. Nuk e di të pytje të bukra të e pjesë. Okej, mirë presim pytje të edhe. E ku je kanë ti kur shaja unë shkoj A ke vujt edhe ti si unë A nuk pate ti as pak zhina Aman, aman, a e dinë sa mirë kaloj shina Let's go! Ku je kanë ti kur shaja unë shkoj A ke vujt edhe ti si unë A nuk pate ti as pak gjyra Aman, aman, a e dinë sa mirë kaloj shina Ale ma e sot i që asha Hey, sa mirë kaloj shina Let's go, babo! Ku je kam ti kur shaja unë shkoj A ke vujt edhe ti si unë A nuk pate ti as pak zhina Aman, aman, a e dinë sa mirë kaloj shina A dhe shqiptelia ti që babo! E hajde shoka marshava, fluturo me këna E hajde graniti marshava, fluturo me këna Doj luj maj vajzo luj, matër të baguj Luj maj vajzo luj aman, natër të baguj Dice E kam begenis granit, qiken e kojshis E kam begenis granit, qiken e kojshis Jo majna no jo, se kena pis O jo granit o jo aman, se kena pis Ale maestro DJ, jasha, shkoj Ja atmosfera DJ,
Shagimo dice casa vamo. Opa. Hey. Faleminderit shumë Granit. Pasi që vallëzuam, kënduam, vojtëm, kejta ka pak. Qysh ka ku je kanë? I kur qaja S'di që me vazhdu në mas këtyre këngëve kështu. Për ndryshe, në një periudhë kohore kur kom vujt, s'di pse kom vujt me ty. Kështu të më thonë me këngë tua, jo me ty. Janë këngë për me vujtjen. Okej. Me qenë se për nga bënd ti me vujt edhe neve dhe po kënën zakonisht kësi lloj këngëve. Zakonisht baladat i ki pik dëpt. Po. A e koni dashurum në erë qatë shumë sa që e ke hup vetën edhe sot i këndën baladat mas mirë ti mbot? Dashurum jo. Tekstet nuk i boj vetë. I bojnë qunat. Vijet melodikin, po, ato këto na i vije boj unë. Për këndim që do më thonë që Jep shpirt një Kë jep shpirt, do më thonë është që ma ka dhënë Zoti. Po thu që si e kon asë njeri dashurum. Jo. S'di pse s'pët besoj. Kujdes. Jo, kjo realisht mi këtem përgjigjet. Mu hëm delë këtu që poje. Okej. Në një lidhje, do më thonë në një lidhje që ishe me një ex, kush largohet i parë nga një lidhje? Ajit që nuk dëm më, apo ajit që lodhet? Po ai që lodh është ai që nuk Ti pse e largu pe lidhjes të fund? Se e lodha nuk e ke dasht. Tash nuk e zonë gosht. Okej, e kuptu përgjigjen. Okej. Këtu keme këty përgjigje të shpejta. Okej. Do më thënë, keme zgjedh një për i këtyne emrave që komi ti përmend. Për shembull, të e para ku ka TikTok apo televizjen. E kështu me radhi kena. TikTok apo televizjen, për vetë fillojmë. TikTok. Koncert apo studio? Oh. Go, ma shpejt. Se dush me anisani me pi. Që të më këtë zonë gosht e kësha pi një ose... Koncert apo studio? Koncert. Koncert, hajde. Dashuria apo karierë? Karriera është dashuri. Para apo famë? Parja vjen kur ki famë. Zemër apo mendje? Mendje. Pushime apo punë? Punë. Mercedes apo Range Rover? Mercedes pa dyshim. Ftofta nxehtë? Nxehtë. Det apo mal? Mal. Natën apo në mëngjes? Je tipi mëngjes, ta i mraftë. I natës. Okej, natës. Vazhdoj me të tjerat, sepse e kemi edhe lojen kam bërë. Këtu e kemi me pije ose thuje. Kitë drejt. Këtu ik përgjigjes nëse dënë me pi. Bujar, a ke të rathuar ndo njerë? Jo. Okej. Cilën këngë, këngët e tua kur e ke kënduar qoftë edhe një herë të vetme, ke mëndu për një ex? Nuk po të pës për emrin e exit, cilën këngë prej repertoarit tënë? Nuk është që e këmë punu një këngë e me mendu për dikon. Po, për shambull e konë që qëta shtu e kënu një këngë, ishtu ka kujtu dikush, ose në shpe, ose në kerë, ose në koncert, ose... Se së më nëshë më konë kitë pandjenja, ta shbuja. Po, që ashtë është, po... Ashtë e mirë që kjo. Dë bëftë mirë. Lere zgjedhe dhe tjetërën. E mirë, ko. Për cilin artist tua që ky artist nuk e meriton suksesin që ka? Thua e emrin ose pe? Nuk e kushtu ato. Kure që ka me më rrimë ferizaj që shdo të kë.
Okej. A ka ndonjë person të famshëm ose fytyrë publike që nuk e duron, po thjesht për shkak punës edhe për shkak Shumë gosht më nëzena. po larg jena. Rena gati dikush me qitoj, me na i mund. Keq më stani se e kemi ferin me remin gati i bit, plus që i kje dhe këto të ndajat. A ka ndaj artiste që nuk e duron, që është i famshëm? Fytyrë publike. Ka, po nuk po du me folë kush është, kështu se... Dë boft mirë. Shkoj me tjetër. Me cilën këngëtare kështë dalë me bo një date? Një date, një takim, me unë njoftë. Me cilën kështë pas qef me dalë? Një dark po qef, kështë hamë shemë me një këngëtare që është me vlera. Kush është aja? është Fatmira Breqani, është ka këngëtare tjera plot. Okej, dhe më thonë po e largojmë prej date-it, po i bjen një takim për qefë me bisedu. Se në date i bjen dikën që të pëlqen, e kini simpati. Se kështu takim pune, po, Fatmira Breqani është një ndër zonat lëmje që e kemi. Unik. Kështu për shembull për me dikën pak me folë për jetën, jo veç për punën. S'po di. Në regull, më spek, këtu po të falje unë. Faleminderit shumë. Cili është artisti ose këngëtari që sipas teje punon shumë? Artisti, ka artist, dhe më thonë edhe artist dhe artiste. Po, qëllën do të që po të bjen i parin me? I parin me që punon ma shumë të është Dytoni. Okej, biga për Dytonin. Prej femra është Dafina Zeqiri. Cili këngëtar ose këngëtare sipas teje ka fat po jo talent? Ka fat po jo talent. 5 emra ju kanë kujtu në ishtë. Vazhdoj, hajtë bof mirë. Faleminderit. E shkën edhe një 7 gota, qëto dhe një 10 qysha ka njës. Kjo, okej. Ke qenë do njëheri dashuruar në 2 vajza në të njëjtën kohë? Jo. Okej. Nuk për më nëjë ma shumë, se kam e shku me Knumë Ferizaj. Për mu, po. Ta është e tutje, përgjigjet e tua i ke vetëm me kam bo, apo se kam bo. Bujar, ke puthur ndo njëherë dikët që në takimin e parë? Ka me këthi, ako se me pi që ato? Jo, këtu e ki me... Këtu nuk i të drejt me pi, këtu e ke bërë, se ke bërë. Në më thonë, kënej se ke bo, se ke puth takimin e parë, kënej e ke puth. Okej, se kam bo. Kënej e këthen, ka fatosi, okej. Kur ke qenë në një lidhje, e ke kontroluar ndo njerë telefonin e partnerës të dashurës? A ke thënë ndo njëherë, të dua pa e ndjerë? Që të du me këtëm pije, për këtë. Okej. A ke blok ndo një kolegë në rjetët sociale? A kam blok? Jo. Na e blok shtu a ki? A ke bo blok dikujt? Po që shjo. Okej, mirë. Se tash më s'pëthua dhe këtu jo. Okej, a ke kërkuar ndo njerë emrin tënë në Google? Bravo. Ja ka njësë tash. Okej. Ke ledzuar ndo njëherë, për shambull, jo ndo njëherë, pa ka ndodhë kër e lansën një kongës, një fotografi, po ma shumë të konga në këtë ras, që e futësh edhe ledzën komentet? Të konga jotë? Të mija të po, okej. Okej. E kam bërë, po. E ke kënduar ndo njerë, ose e ke harruar tekstin e kënaj kongës? Tu kënu live? Okej. Ke dërguar ndo njerë foto nuda? A këtë iva mirë, se kam bërë. Se di. Okej, ke bërë ndo njerë, ke folë me dikën, ke bo flirt edhe temat nëzeta me mesazhe?
Okej? Ke menduar ndonjëherë me dorë për muzikës? A i ke gënyer ndonjëherë prindërit? Këtë e di. A ke bërë ndonjëherë si kurse nuk e ke parë një telefonat kur t'irë dikush, ma vonë ke thonë, se pas t'an pa. Po, edhe mu më do të shumë shpesh. Po, para se që i në nëzonë shumë. S'kenë më thirë dikush. Po, e vërtet. Të kënu, vonë telefoni edhe. Ke puthur ndonjëherë pandjenje? O, plot. Jo, më s'këndër, a i Jo, këmarë bëjë se okay. jam kur. Okej. Bujarja, e falë të rathim. Qëshme, por që ishme këto tash, jo, nuk e falet. Se falë të, po, okej. Ke dëgjuar ndonjëherë, kolegu ose kolege, që kanë folë keq për ty, për para ftyrës kanë thonë ti e ma e mirë. Po, shumë. Okej, dhe pyetja e fundit. Këtu nuk e ki drejt në këto. Okej. Këtu e ki me pije. Hajde. Puthja e fundit. Të bëmi ishte u Kjo do të... Qa e bjen kjo, dhe me thonë që s'po të regoj, një farë gjys single, jo cella. Single, jo. Single, po. Kaj se fort e mirë. Se ta paketojnë a një të hapin me vetë. Okej, faleminderit. Gëzuar që e dhone po të bëjsh është një peret, ka dalë, s'pas ke ljonë sen, papi, Jo. Vazhdojmë, këti pas papi. Gëzuar. Okej, bujar, nuk të kom ngacmu shumë, se e di që... Ja, valla, balon ke gasmu, do në zemë jam dërësit pak. Cilën pyetjes kështë pas qef me ta busën? Cilën pyte për këtyre që mi ke bo? Sa? Sa i përket lidhe që to... Shpes ka pëlqyja. Nadja ka pëlqyjo. Okej, bujar, faleminderit shumë që ishe pjesë e jona sonte. E di që mramjet shumë ta gjatë tënë sezonit verës. Qka jashtë atash këngëve, koncerteve, gjitha këtu? Cilat janë planet e bujarit? Do më thonë ma sezonit për pos pushimit e krejta Po, këtu. pikës pari, falimderë shumë juve për ftesën e njëherë. Do më thonë, nuk ka në emision më i veçanë që jem ka në herë unë. Faleminderit. Falimderit juve. Se në asë një emision nuk më kanë bo Monika siklet kështu. Shumë këni bo jo sot. Po, kena kalu shumë mirë, për mu keni eksperiencë e mirë. Planet janë që, do më thonë, mas sezonit që të përfundojmë me njëherë, me shku, me qunat, me mërgimin, gringon, e kretë atë jemë të pushime njëherë, me pushu pak, se kena më lo, hoqja fort. Pastaj punë, vetëm punë. Ke planifikuna album, anaj duet, anaj kong 3 ma sezonës, a do më thonë alo pilen njëre nuk po zbulën diçka? Po zbulej të jo se jo meritoni, kong 3 po, normal. Unë e qesë kong shumë shpesh, edhe për album nuk e di që me thonë, në po qesim kong shpesh të e se si me qitë album është njëjtë. Po, kure kuptan? Kong po e përbashkëpunime e zbuloj në herë tjetër. Ok, për shumë s'kanë kalu shumë, ma shumë se 3 javë më duket për afërsisht, dhe pas ka rrit gati 1 milion të konga e fundit. Kong tjera i ki 5 milion, 7 milion. është 12 milion. 12 milion, 10. 15. Pyetja e fundit. Jo, për shaka, falenderit shumë bujar, u knaqëm, për e të me një kong shtu bashk, edhe nalë të shët djemë, ta përshkojnë anë Ferizaj? Gjithësysh sa në Do këtë Ferizaj. që për nisim për sonte. Këta let nisim, se në e kena edhe një pjesë tjetër në të emisionit, pas taj takujme bujar, të presim sa më shpesh në ftohtë të nëzet, edhe të presim, sepse sinceriteti jetë, talenti jetë, ka dëshmu. Falemderit shumë. Falemderit shumë e jo për ftesën, i përshëndesim gjithë shqyqust e televizionit juj, edhe i falenderojmë për krajnë që në bojnë vazhdimisht neve. Falemderit shumë. Falemderit. Me ke thënë
se asgjë në kërgon prej me jesë të ndaj. Por tani që jam fërës në kam, se dikush ka faj që milen syt me vaj. Kush të ndau prej me je, kush ta bushime je, e jetë është më mua, me lemi plagë në zemën. Ditën kur unë se me atë rrugë mërgimi, për mua ishtë fundi, e për ty fillimi. Se asgjë në kërgon prej me jesë të ndaj. Por tani që jam fërës në kam, se dikush ka faj që mile syt me vaj. Kush të mbau prej me je, kush ta bushi me njen, e jetë është më mua, me lemi plagë në zemën. Ditën kur unë se në atë rrugë mërgimi, për mua ishtë fundi, e për ty fillimi. Bravo. Shumë këcejsha. A ti shkom do këtë vejta qëto momente? Si atër për para kër bëjshin fatë të kështatë? Me naj luj, me naj saksi. Se një me u konë që ki? Ka do kë interesant luja. Unë më të fësha në po kështa. Me dy lula. Leo, na ke mungu ca dët? Po. Mungesat i ki pa arsuje? Pa prind, pranën më do. Flas me prindin ma vonë. Unë po du me shku tash se kam një aktore shumë dashun, një aktore që të gjithë e njojnë, e dojnë, edhe që besa me zi po pres me këtë, me po, qka të përgadit, qka të ljujt. A është single. Qa ta mërë menja, është single ajo? Po, single, ma mërë menja që. Po, sigur, detektor Leo, të më përpas të gjejë, të dhe kotë lirë detektor. I kësha single, këshirë. Jo, ma vonë e kena. Ma vonë kështojnë a bukën, darkën. Okej, një muzikë dhe i sa të shkoj të aktoria njohër. Hajde. Bravo, Leo, kështu që pranë. Nesh sot në ftohtën të Summer, kam knacin që kam Fiza Ramadanin, Fiz mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Knaci, shumë seriozet të qka pëmdo kësh Fiz. Fiz. Urna. Po du me të këthy në retro fillimisht, me të këthy para disa viteve. Kur e kuptove për herë të parë që aktrimin e kjenë gjak? Më ke këthy shumë rapa. Kërë më konë këtë fëmije vëgël. Kërë nashtë asë këmë ditë me folë mirë. Ama në më thonë atë ku e më shkuve shtu imitu. Kënë e ke pasë kështu me imitu? Ben Hillen. Në ma që ke pasë në ajalla, në qiktezën sa. Eja Ben Hillen, direkt e Ben Hillen. Mirja pas kënisë. Direkt Ben Hillen. Fiz, kuptohet që me të pytë mas ne që shka shkuja, ke njësë me sigur në shkolla e pastaj, po du me ditë cili ka qenë roli parë që ti për një me e pagu për e aktrimit. Se ajo është pak një emocion ma ndryshe, kër e merë një shpërblim sa doj vogël mu kono, se dhe i madhë, gjithmonë është ajo për herë të parë që tu i ku marë që ka që pare. Roli parë që jam pagu, do me thonë ka qenë Dr. Resha Hanife. Edhe sot kër e kujtoj, më keshët,
Me thonë se qatë shumë jë marrë, dhe me thonë me tekstin e saj, të mënu me mësu në atë pjesën perfekte. Mirë po, kom gabun, dhe me thonë edhe vishëm këty, ashtu më ka dollë një e keshme që kur njëtë mos unë e kumë boj qatë keshme, e më të më falni se gabova, dy kështë kur gjaknin e kitë al e kuqe të u bo, prej inatit, pse kisha punu qatë shumë, edhe pse më do, dhe me thonë me ngatru tekstin. Mirë po ekipa ka qenë qatë që të kuptushe me mu, që nuk ma kanë bu, e gabove, sene. Mirë është, kjo është e mirë të kamera, mirë është këtë edhe njëherë. Prej dallim, prej teatrë, dhe me thonë se rruga e mbrapa ka ecë që kom punu këtë gjatë si aktore e komedisë, mbrapa kom studiu psikologji njëherë, mbrapa kom studiu regjinë e teatrit, dhe me thonë deri të ajo pjesa profesionale, dhe me thonë që kom kalunë. Fiz, kuptohet që fillimisht, kur të nëtën me në aton hapat e partë krijimit, ose zgjedhjes një profesionit, sidomos në aktrem ose edhe në pjesën të medjave, ka shumë zona që në shathojnë, për shembull, aktrimi s'është profesion. Ose ku bone ti për aktrem, ose qa për lyp në aktrem. Qysh e kon karshi këtyne zonave, ose atyne fjallëve që unë kon fillim? Na muna mi u thunë që shumë e ka gabem ata njerë se aktrimi është profesion. E vërtet. Edhe është profesion shumë serios. Se ti tërgjohesh nëse delë të vish me një skeq, e realizohen se vish me një pamje filmike dikon, edhe në rregull nuk mund është me që vetëm profesionist. Unë gjithmonë thamë, gjithmonë ka pas ushtrus të profesionit edhe profesionist. Më thonë që është një dalem atë të ushtrusi profesionit edhe të profesioniste. A ka ma shumë ushtrues a profesionista? Valla, kena edhe profesionist shumë të mirë, po kena edhe bagje që sidomos kohën e sodit është një pjesë bagje e madhe e ushtrusve të profesionit. Po edhe prej tyne ka që janë të mirë. Veç gabimi vetëm që muj me thonë është kër ushtrusi profesionit mënot profesionistit mi amësu punën. është shumë e gabushme kjo gjë që unë për vetës nuk muj me pranu. Unë nësë një aspekt dhe më thonë i ndoj shumë, nëse jam e një projekt aktore, kur regjisorit nuk mënona mi amësu anën regjisoriale. Ma, mira mi ditë se unë jam me thirun për aktore, s'jam për pjesë të regjis, kur jam regjisore, regjisore. Ndimi ndoj që të gjona. Ate pjesat të njerës, dhe me thonë që... Në ato fillimet, se fillimet në fillim, unë e kom kërku vetëm për krajen e familjes të ngushtë. Edhe fatmirësisht e kom pas. Për pjesën tjetër, do me thonë rrethit gjonas që më ka interesu që farë mendime kanë. Okej, po du më ndalë me një moment tjetër, me qenë se shumë prej roleve tua ndër vitin kone edhe virale, njerës të instiktivisht dashurohen me personazhe dhe shpesh në shtas nuk ta din emrin e vërtet, po thirrën emër të personazhit. Kur ka qenë kjo për herë të parë, kur dikush në rrugë ose ku do t'u ka drejtu me emër të personazhit? Unë mëj me thonë kam qenë me fatë që kom punu me një ekip që me të vërtet ka qenë viral. Edhe qysh me daljen e parë, unë e kom pas me një rend, do me thonë e kom pas që ato pri publikës. Me daljen si fiz, do me thonë që kom punu kratësimës, automatikisht ku kom dalë njerës më ka njoftë. Po, unë e kujtoj edhe thamë edhe vetën që unë kam qenë për krasë e madhe edhe adhuruse e cimës. Dhe edhe si fmi, më ka pëlqy pjesa e humorit, pjesa e komedisë, që e kam bua ata, po e kom vequ pitreshit për shetë e kom vequ cimën. Brapa ka qenë një gjohë shumë e mirë kërë më ka ndodhë që unë jëmë konë kolege me ta për 15 vite me radhë. 15 vite dhe i bje që keni bua ekstremisht shumë skeqe humoristë. Shumë. Jo veç skeqe, se shumica anisën veç të skeqet. Ato kanë qenë virale. Do më thonë skeqet, po ka pas edhe komedi shumë. Po, e vërtet. Ato kasetat për para që kena pas... Kasetat, CD-at... CD-at ma vonë, po ta e pjeta e kasetave ka qenë shumë... Ose më shku me marë, shqujta jo? Në videoklip. Po, më shku me marë. Në videoklip marë të shpia me po. Se më kujtu tash, po. Okej, me qenë se kujtimet nuk vdesin kur. Dhe më kanë me qenë gjithmonë pjesë e jetës tonde. Cilat ndoshta janë ai momenti që ke merujt si momentin më të bukur prej cimës?
është problem pak me nda se seriozisht Ose cili po të kujtojt këto moment? Gjithmonë këna kalu mirë, Cima ka qenë edhe njëri shumë i mirë, ka qenë shumë njëri fane, ka qenë njëri që edhe në përditshmërinë e tina ka pas humorin e tina me vete, dhe mujnë ashta me cekë të kundërtën e pyetjes që ma bone, që mujnë të qtash për momenti me mu kujtu, kur me një rast ka qenë që e kena bu Cima shumë nervëze dhe kena qitë për vetit, kjo ka ndodhë ashta njëherë për 15 vite, që është burë nervëze dhe a i një normal, unë e bësha nervëse, unë e kesha. Edhe me që ato njëna shumë keq, pse s'më isha menol vetën? Edhe që kjo është që më kujtohet kështu, ama për të mira, do më thonë, gjithmonë këna kalu shumë mirë. Naj fjallës e naj... Disçka që të ka thonë, sa i përket për shambull aktrimit, ose bryljave në aktrim, ose në profesion, një lloj po e quajnë thojza si amanet prej Cimës. Punoni shumë, mos u nalni asnjëherë. Dhe pjesa tjetër që na ka thonë edhe mua dhe trenit, për shembull shpeshherë unë më na përgatit për pjesën jashtë ka është. Asnjëherë mos u dëshproni nëse hasni me ndaj individ që nuk e din vlerën e punës t'juj. Ju punoni se masa ju dënë, edhe gjithmonë kur janë komentet e shumta kur janë pozitive, nëse është një koment negativ nuk qënë peshëm. Se na jena të vëdishëm që gjithë njerëz nuk mujnë me na dashtë. Po. Edhe si njerëz, ju vesh në profesion. Edhe nuk më duhet me mdash gjithë, abdese atëre shumë të rajnë parasyve. Kom lexuar një thanje se që më ranë men këto me një thanje. Një shkrim në TikTok, se këtë TikTok në ka po pjesë. Pjesë e jetës. Shumë fjalë të mira tha kanë me të thonë njerëz për ty, po fillimisht dush me ndru jetë. Po, e vërtet. Kjo është ndoshta e keqja që shpeshherë po e harrojmë se ndoshta një fjalë e mirë të zbut, po nuk duhesh diç me ndru jetë për mu bo një njeri i mirë dhe me të kujtu njerëz me fjalë të mira. Fiz, po kaloj te një pjesë tjetër, me qenë se e përmende njerëz ndoshta nuk kanë me dash, njerëz ndoshta kanë me të paragjyku, njerëz janë të lirë me mendu çka do. Qysh ke qenë karshi komenteve në punën tonë, në profesionin tënd? Në fillimet e mia, nështë i ko marë si shumë mare, i ko marë pak për shpirti. Qka për bëjnë në këti tipit nëse i pëlqen e shë, nëse si pëlqen, kaloje. Sakt. Kuptan, e sidomos të pjesa e komenteve banale, për mu kanë qenë shumë papranushme. Më thonë tash në rrjetet e mia sociale dhe sot dhe ditë prej fillim janë, nuk mundet me komentu dikush që nuk e kam shok. Pse i teket dikuj në anora 3 natës, të merë thirë në telefon, a je fizate, që pa bën, a je mirë, deshta me full me ty. O ti, ku je njës në ora 3 natës, jetu e thirë dikan. Se na nuk flajnë asë njëra, nuk tanë. Në më thonë, te qëtu mundona me ndalu, tash nuk mena me pjesën e komenteve, jo që i ignoroj njerëz, se na pa mas nuk ishë me egzistu, pa për kras, do me thonë, pa njerëz që e pëlqejnë punën tonë, na s'kena pse me punu. Mirë po nuk merë na, do me thonë, me te komentet, qëfar komente i dojnë, mirë na me komentet e njerëzve profesionist, kolegëve, do me thonë, këmë thotë, fiz qëto kështë mujtë me realizu ma mirë, okej, nëllë analizoj, edhe thonë, mirë pas ka pas drejt, për shamëll granite, apo kuptan, edhe nuk jam shumë që jam veç unë e di. Unë e thëmë edhe në pjesën e artit, kisha dash me pa një njerës, edhe në artist jena ka njëherë, e kena bo një farë grupe që të në gjekë, su thonë veç one. O njerës, na jena gjithë, edhe gjithë që jena profesionist, edhe njerës që e ushtrojnë profesionin, do me thonë, si cili e ka një të mirë të vetën. Nuk është veç une, sa atëherë, pse kish me pranu akademia aktor tjerë, pse me bo me konë aktor tjerë, pëse me konë regjisor tjerë, nëse është veç një. Po si cili i kanë ide të ndryshme, mendimet të ndryshme, të shkëshje një gjohë edhe këshire gjohë një gjohë të mirë, që e ka bo qaj person se ka bo mund. Fiz, ka aktor të mirë, ka regjisor të mirë, ka dhe pre atyne që e ka ndoshtat pjesën, në përgjithsin çdo profesion, po flasim për aktrimin, po
sa aktorët, regjisorët, komuniteti juj, sa janë për kras për njëri tjetrin? Sa ka bryla ose sa ke haz gjatë në karierës të ndër shumë të madhe, më një bagazh shumë të madh, si kanë qenë kolekt karshite sukseseve tua? Unë më me thonë është jam një njeri me fatë, që me gjithë njerëz që unë këmë bashkëpunu, po nashta edhe kjo është pak që unë gjithmonë pri mirë tek njerëz, edhe e ku marrë qatë feedback. Më thonë, unë e kom pas për kraje. Nuk më me thonë që s'kom pas bryla adhanë. Kom pas bryla, po se cili njeri ka për vetën e vetë. Kom pas paragjykime, po me punën tem që unë e kom bo, ju kom të regu që unë e di moj edhe arri. Cili ka qenë paragjykimi ma i çuditshëm që e ke dëgju? Ja vle me përmen kur kom vendos me shku në akademi, e kam vrejt që prej disave, jo prej gjithve, ka qenë aj paragjykimi, ti ke punu komedi, ti ke punu humor, edhe ti s'munësh këtë pjesë. E realitet ju ka dollë krejt diçka tjetër, që unë e kom ditë, kom mujtë dhe ja kom arrit. Paragjykohen është aktorët që janë të fokusu ma shumë ka komedia? A ka ndështë ape atyne që i cilësojnë që këta njerë që bojnë humor nuk janë aktorë? Këta janë humoristë? Nëse nuk kanë akademi, i paragjykojnë. Se tash, na nuk e kena që atë lokësën e një faktor që është shumë i mirë në tragedi, është shumë i mirë në dramë, po është edhe shumë i mirë edhe viral në ditët e sodit në komedi. Po e ka akademin. Tash, gjona që janë në Kosovë, ta pa mundësën ti me kun veç i tragedis, veç i dramës, veç i komedis. Aktori do të me punu, do me thonë, qka kërkohet. Edhe, po kur s'do me thonë që një aktori i komedis nuk është i mirë në tragedi. është shumë i mirë, s'oni kum pa me sytë mi. Ka shumë raste. Ka shumë raste. A duesh me qenë? A duesh me qenë? A duesh me pas e ale? Pepsi basketi e kokodjoj. Jo, dvogla, alo s'ka. Dvogla, sa ka ale ma shumë. Alo s'ka në tolë ka spesa, pa fund tolë. Njerë jena të këto, sa ma ka dëmatët për. A duhet me qenë, me pas aktrimin të lindun, edhe mu koni sukseshëm, apo akademia ta mësën aktrimin? Se kjo është një pyetje pak që... Shëqëm. Akademia të ndonë prej ushtrusit të profesionit. Të banë profesionist. Mirë po nëse punon të vazhdimisht. Se nëse nuk punon të me vetëm një diplom. Gjithë dina që ka shumë aktor, shumë regjisor për shembull që e kanë diplom, po s'kan punu më kur gjë dhe ti e haron profesionin. Po nëse ti ta mësën atë shablonin akademia, se profesorët nuk të bojnë as aktor, as regjisor, nëse ti nuk punon vetë. Ta të regojnë rrugën, do me thonë, ka dush me shkute, mirë po studimin e se cilës lamit e bën tek mas akademisë. Po du pak më ndalë tek profesorat. Hajde. Hajde profesorat, ta një kalojmë të regjisor, të kolegë. A ka naj profesor për shambull që ka jep shumë vullnet për me vazhdu tutje? Po. Cili është, për shambull, një prej, po besoj se cili e ka meritën e vetë, profesora, po gjithmonë edhe na ku nga konë zonë, sa si në shkollë fillore, si edhe në fakultet, edhe në master, një e kitë gjithmonë pak që e bënë në shtatë ma dëst, ose thjesht ta dënë shpirti. Cili u kona e profesori për fizën? Mentorin, do me thonë, mentorin e klasës e kësha vequ prej gjithve, është Agim Selime, që mos mi vequ të tjertë, se unë me gjithë, prej gjithve, thëmë, prej gjithve kam su diqka. Si cilit profesor që unë e kam pas. Kam ditë qaq mirë me shfridzu në anën profesionale, si cilin prej profesorve që ka ligjeru. A ki vijat kuqe sa i përket bashkëpunimeve me regjisor ose me aktor? Jo, nuk kam vijat kuqe, kam vijat e kuqe vetëm nëse më devijan roli si aktore. Atë ka devijun? Ka ndodhë, po nuk du me cek në cilin serial. Shumë vite ma herët, do me thonë që kalojnë atë pjesë që nuk e dëjsha ma.
Më thonë si isha marrë vesh për këtë diçka tjetër, janë nisi me variru, me pos një variacion këtë tjetër roli edhe nuk unë isha rahat. Në më thonë që e kom para lajmru ma për para, kështu më bënë një zgjidhje se unë si jam të një rahat. Cilat këshme qenë ato rolet që Fiza si kishë bo? Deri tash nuk kom pas në rol që nuk e kom bo. Po cilat e menon, e kështë për shambull që? E kështë pranu në rol që më naj sken pak ma erotike, ose më naj sken të puthi? Aktori, ose i aktor, ose nuk i aktor. Okej. Më qenë se kom pas edhe shumë të ftum, që kanë thonë nuk kësha pranu vëlla mu një sken pak. Tash, unë e shojt në qitë mënyrë artin të em. Okej. Mu vetëm duhet me mbindë regjisore, që duhet me bo qatë skenë, edhe pse duhet me bo qatë skenë. Dhe më thonë me o arsyetu me një farë forme. Mu arsyetu shumë mirë, pse? A këtë se koti, veç pse pite këtë dikujna me bo, se bëja sonë. Po nëse arsyetuot edhe i përshtatet personajit, është të këtë në regullë. Me qenë se ka vitet që jenë skenë, kemë, do më thonë, pej treshit për sheshit. Jo, me treshit për sheshit jo, vetëm me cima. Vetëm me cima, okej. Me qenë se... Se te treshit për sheshit jem konë fëmi edhe une. E vogël. E lujtë me laqë. Erdh Leo. Leo një do artrokit e vetës, se leqen atu të mua dhe Fizën, bo edhe kamerman. Fiz, fatës pje do uj. Pje do uj, fatës. Fiz, më qenë se ke punu ndër vite, ke punu prej, ndoshta mënyrave ma profesionale, dhe i të mënyrat që sot i kemi po i qujmë limonada. Do me thonë që bohen shumë shpejt, ndoshta gjiron edhe me telefona, ndoshta skenari shkruhet që aty për që aty. Do me thonë kanë ndryshu shumë këto kohërat e serialeve ose komedive ndër vite. Po. Qysh ishte atëhe dhe qysh është tani? Që mës ta bëj që kom për para. Edhe që për mas. Që unë mendoj që gjithë shka u punu me kohën. Atar ju punu tema të qasaj kohës edhe ju për 7 për qatë kohë. Tash nuk ka një efekt nëse punohet me që ato tema të asaj kohë tash. Se rinis, pak më të me interesu për qatë pjesën e ma hershme që u bo. Edhe aj varirimi mendoj që është bo me kohë. Po tash, që më i me thonë, a një është ma komod të një ekip profesioniste atë e limonadat, që të mune thëmë të një pjesë, edhe pse unë e jëmë pjesë edhe në aton edhe në aton. Di me dyat me bashkëpunu, edhe kam një bashkëpunim shumë të mirë. Mirë po, punën ma të letë e kiti kërë e ki një regjisor profesionist, dhe më thonë, ekipën profesioniste, puna shumë ma e letë. Aktore, regjisore edhe psikologe. Jo, psikologe nuk thëmë se e kam vetëm bacheloren. Pavarë, se është? Po, e një atë bazën e psikologjisë. Cilën, ose po ajtë që psikologjin po e largojmë, o po e lojmë vetëm aktrimin edhe regjin. Cilën e ki pak, që e da 1% ma shumë? Vesh më së më thuj mi dasim i vrasë, është përgjigja e vetëme që nuk më do këtë korrekte. Të gjithë dykon zemra të flerë ma shumë. Është e vërtet, ajo, mirë po, tash unë e thëmë, po të thëmë madë, njëna mirë edhe kur jam aktore. Po kritë bre shpirë të jam knaqët kërë të përnejnë teatër. Okej. Edhe pse kom u lodhë ma shumë, edhe pse kom e majtë prova ma gjatë, edhe pse kom u marrë me komplet pjesën e aktorve që i kam për para, ama shpirë të jam knaqët. Tjetër emocion kër e ke publikun ofër vetës edhe energjia mas në e poshtë. Tjetër magji është. Okej. A mund është me bo pare me aktrim? Milionat nuk mund është me bo. Jo, këti kena ka 2-3 milion. Unë unë s'ka mujtë. Unë e ke qa ku mujtë me bo një kërë, një Peugeot e kam. Kur gjo ma te për jo. E gëzëm, shkërësore nuk ke ko. Faleminderit. E vjetër është Allahi. E 2005-ës. Jo, fatos e ka 2023. Ama të mund me thonë që ashtë të veç kërë jam është maj popularizumë se one, Prishtin krejt e njohen. Se e ka në gjyrën e dashurisë, në gjyrë të verdhë. Në gjyrë e dashurisë, në gjyrë e verdhë? Aha, për mu. Okej. Ama për mu. Ale se thonë në gjyrë a verdhë shkon ma shpejt. Po.
Okej, Fiz. Kuptohet që po dalim pak prej kësaj jetës. Jo, realisht po rrim edhe për pak minuta tek jeta profesionale. Okej. Kemi pa shumë aktive kohëve të fundit, sikur në tregime popullore, kemi pa edhe aktive edhe në seriale të tjera. E suksesshme kudo që Fiza është ja e pat ambëlsin e vetë roleve edhe serialeve, sepse vërejet pastaj edhe numri i klikimeve dhe gjitha këto. Po Fiz, çka je për momentin tu me qenë se e di për afërsisht je e shpërndame në disa seriale, po diçka që momentalisht kështë dashur me ndame neve. Jam në disa seriale, do me thonë, po që kisha vequ tash për tash është seriali me full komedi që është u realizu, është Rahim Struja me Bia, që është të punu për një stafet shumë profesionist, me regjisor me Benin, e kena regjisor, dhe unë jam aty njona prej Biave, kështu që jem të e dasht fort bre. Pezbuloj, isholla nuk më bërtasin diçka, Pezbuloj Azizën që fort jem të e dasht, edhe pse nuk o dalë, do me thonë, ende për shikus, po jena të e bu një punë shumë në mënyrë profesionale dhe shumë të mirë, edhe uraj që masa ka me pritë shumë mirë. Jem të për... Tash filloj edhe një film, do me thonë që këna me realizu, edhe ajo ëmbëlsira që jem të prit një projekt teatral, do me thonë një shfaqje me punu vetë si regjisore. Sukses, e? Faleminderit shumë. Fiz, punë shumë ta, vite që nuk jenë dalë të punu, qysh je karshi jetës private? Super. E dashuruan, lidhje se për ndryshe Leo? E dashuru me në Fizën. Që i bjen, Fiz, e dashurume apo jo? Se Leo, pak ma erët, në tha që je single. Tha po menoj që është single, si nuk e di është të e lujt një farë roli kove të fundit. Ja ka qëllu, Leo. Leo ja ka qëllu. A përshë e grande që... Leo të qëllë në 50 gram i kallë. Ja, okej. Okej, me që, hera fundit që e ke bo një date? Au! A e kuftove për gjithë. Mati! Mati! Okej, Leo, se unë pëftoj Fizën me da një date. A je për një date? Gjithë. Një muzikë. A me këtë djollë ka gjithë bukur. Kush refuzon? Qu Fiz për dalim date? Hajde. Përshëndetje, Fiz. Përshëndetje. Knatësi që jemi në këtë takim bashkë. Edhe i një. Realisht më jep shumë emocione, kështu. Veç më së më thuj që pe një farë ndjenje, kështu. Do flutra diçka të Do flutra ka barko. Realisht, kur po të shonë sy, unë peshe gjithë botën. Që për zotin. Mu s'ka up në i dhi. Sa thash dashuron, asë të shkru. Ja, Fiz, nuk shë seriosët të për më dashuron. Më qënë se pesë s'ke dalë me një date më t'ju munova pak sa me improvizu një farë date-i, po ja, nuk... Si janë aktorët për me i ndashnik, ta me njerë t'akte në këmi, në komedi në këmi. Okej, jena ullë të pjesë alojave, po ta qëse dhe që zile për para. Para se me vazhdu me pijet e me krejta këto, i kemi do përgjigjet të shpejta që dush me nga këthy. Unë këmë të bo krasime, për shumë me përmen Graniti ose Leo, t'i këmë zgjedh. Leo apo Graniti? Do më thonë kështu kam emra të ndryshëm profesionesh e kështu. Okej, a jena gati Leo? Hajde. Teatr apo televizion? Teatr. Komedi apo dram? Komedi. Popularitet apo qëtësi? Qëtësi. Dashuri apo karierë? Dashuri. Zemër apo arsye? Zemër. Instagram apo TikTok? Instagram. Pushim apo pun? Pun. Kafe apo qaj? Kafe. Ftofta nxehtë? Nxehtë. Të qeshësh apo ti qeshësh të tjerët? Të qeshë. Okej. Graniti apo Leo?
Granite. Beni apo Beni? Bene. Okej. Bëna një gëzuar në te. Gëzuar. Faleminderit. Me qenë se je artiste, unë kom e të pyt, po ti ke më përgjigj si pas personazheve që unë ti caktoj. Okej. E më pas kena me imito. Unë këmë të bo pytje, njerë këmë ta përmend për shambull që të parën e ki si një gjyshe, unë për të thëmë si një gjyshe, po pasaj varësisht prej pytjes që këmë ta bo. Me ta këtuj përgjigjen si Po, gjyshe. si gjyshe. Okej. Okej, a jena gati? Gati. Gjyshe, a e mban mend natën e parë të martesës? E pasha zëtin e moj qysh nuk e moj men. O, zëtë edhe pse o kom pak si terë dy qysh. E nuk jash isha ftyrër ati Veronit. Për kërdëlla këtë jetë, o, zëtë pa i shëmtu mi shko këtë jetën te me kum qu me to. Një darë të rëkritje. Tiz, vazhdoj me dytën. Një vajzë 16 vjeqare, një influencere, tu bo video për TikTok, edhe është të reklamu një, ose tu e bo, ma let një get ready with me. E morëm që të pje. Ok. Balë që qa duhe mjë ka dhu, që ke lëngë shumë i mirë, kur e këm provu kërejt më ka fresku. Dhe me thonë që to e bojnë... Sa ku mujtën e me po? Me pa. Okej. Ndjes nëse ja ku muq? Jo. Okej. Tashtë e kemi imitimet. Leo, aktivizomu tashtë të tutje me muzikë. Unë këmë caktu personazhe të ndryshme. Të më thonë ato personazhet që i kemi pa gjithandej, ose i diskutojmë, ose i kemi edhe në shpeshumicën për tyne, dhe me kriju momente këtu e lirë me folë që ka dush, me botë që ka dush. S'ko pep këto, a? S'ko jo, këtu pep s'kena. Edhe po e nisim, zakonisht problemet ma të mdhaja e kanë kunatat me zveti. Është një farë gjithë që lë një kunat pak ma gjeloze. Në këto qasë ti e një kunat gjeloze. Qysh kishe reagu një kunat gjeloze në një situat, ose që po e bëj. Kunata tjetër i ka ble do mobilje shumë bukra shpe. Ose mënja me bo dhe rëthonë kunata tjetër punon, kunata tjetër nuk punon. Okej, E mirët me punë të shpis. hajde. Ku ka po më rajo? Apo me në veqoni mja bo punë të shpis kësajna? Kjo më punon për veti, nuk punon për mu. Rogën për ma për veti, se shtu e maj për mu. Ty bën tja ku më bo këtë punë. Qysh punojën e ka me punu edhe kja? Okej, shkoj me Vera, sezona e dasmave. Sa nusja martohet. Sa nusja zezohet. Se si dihet kore javë qëtë mirë. Një nuse që zgjohet të nesërmën mëngjes, mas dasmës edhe masi që ka hidhondër, apo i bjen kështu. Po tash varet aty situatën që ka pas, a ka kalu mirë, a e nusja s'ka kalu mirë. A ka kalu mirë? Nëse Leo, ka kalu mirë? E kështë martu besaj që miri ka dollë. Hajde një nuse që ka kalu mirë. Se që vëtë për mëngjes, ti lidhë lekë qështë, buste kuqe që shika mëne, tabakën ski. Okej. Shmak, ti prishi të rëna, mas pari senën e parë që e bënë, qëhët, tja nisë, kërejtve, Hajde, që unë e vjerë, ja? pa. Mirë mëngjesi, Mirë mëngjes. kitë hepe të fleturuaja, kitë tash të pozani që ko, imaginaj që Po, keni po. një ashtë, krejtë qëtë. A një nuse, a më në qove? Po, valla u qova. Ju a këni flajt mirë, a këni pushu? Ku e ka ma djallë që s'dull halo? Valla i djali, po më do këtë ka hekë prom zia qëtë edhe nesra. Jo, nuse, bre. Në do kje kja ju nusja kërë ka mujtë dhëndrën.
Sa e nusja. Londrës në përcent, sa? Okej. Tani e kemi lojën pije ose thuje. Okej. Dhe, regati. Këtu çka nuk përgjigjesh, pen. Fiz. Pak zhurmë. Aktori, në thua jemi, një aktori që mbi vlerësohet për nuk ka shumë talent. Uroj që Feri të ka bo gjanat mira dhe uroj që është këtu me nga bo dhe dhe tjera se që është për shëpas kemi pi krejt. Para se me bo këtë ke pas naj skenë kështu naj puthi ose naj përqafin me naj aktor? Përqafime po jëm hinë krevete, kretu, ama puthi kështë direkt e jo. Mbuz, halja. Jo, halja. Cilin aktor kështë zgjetë me puth? Shpëtim kastratin. Okej, mirë. Aj, ku kry. Kësë janë kunota që e bune ma erë. Okej. E regjisori që si pas teje, nëse të telefonon, i thuje me nëzonën. Nuk kom në një. S'ki në një. Jo, s'kom. Okej. Jo. Thirin po ju përgjigj një. Fiz. Cila këngëtare, se me qënë sa aktrimi, muzikë, cila këngëtare si pas teje, falë bukuris, ka dhez. Shumë janë. Tuna njenë, Kejtë emisioni shkën të i përmen. vesh një thuj ose pije. Pe pije, amon kejtë emisioni. Shumë kohë për mi numru shumë emna që kanë dhejtë falë bukuris. Qëto për maja pa? Hera tjetër i U përmen. dash me thonë jam më bre. Hera tjetër i përmen. Shkojmë. Këtu nuk për ta kërkoj emrin, po mund është me nga të regu situatën. Sigurisht ke kenë, dolla pak. Ke ken, Ke kam ken. ken. Ke qenë me një date, Po? atë ka ndodhë mi shkru dikujt me thonë thërëm qona ose kuku katastrofë. Për date? Këtë dalë me taku një djallë, me folë me të, me Okej. vetë shushia e një. Ja, vesh ka ndodhë mi thonë kështë direkt, që djoli mirë që të kofe e pagujnë e vetë, ti paguje tonë se ty me të paguva dhe qupit avalinës. Tani kja, po për që ata je single, do? Okej. Kire, jëmë single, është e vërtet dhe nuk kanë kuna në shjo jetën tem maksimum me familjen tem që i që ma i shumë. Edhe i du shumë edhe këtë jetë tem janë ata. Mirë po, deri sa njerës ty të nale në jetën private dhe të akëshyrin jetën profesionale dhe të shtin me një thes jetë private dhe jetë profesionale, te nuk më nëshme e studje. Izën është se dhëtë me pranu dikush me komplet bagajin që e ka, po pjesa profesionale është pjesa profesionale, në jetën personale dhe më të fiza është këtë komplet karakter tjetër. Fiz. A ke blok në rjetët sociale? A ku më bloku njerës? A ke bo blok? Shumë! Na e kolegë? Jo, së më ka ndodhë kolegë, më bloku. A ke bo... Qëp nuk i bjen, nuk e di që i bjen, po kjo pyetje është... A ke dërgu mesazhe hëtë me dika, na e shkru kështu? Veç nëse ka qenë partneri jame? Po, me një partner, për shambull, që me bo natën shtriesh edhe fillen me shkru. Bash hëtja, se i du gjonat life. Telefon është telefon atë, se ja ka njës që ta është e njëja me telefon, këshyrën edhe fmin mi bo. Zbot kur gjo me telefon. Veç qëshia e mira dhe së pëdole mu taku. Sa nuk është ashtu, a? Generata e rrita. E po. Leo, Adelti? Adela shkruash? Ja, dal. Adela? Po ja, e tha më punë. Mirë, bravo. Pyetja, atë ka ndodhë ndonjëherë, për shambull, këtu më nështë edhe me pi edhe me u përgjigjë. Okej. Me përdor ndoj arsye ose ndoj gënjeshtër të bardhë nëse të kanal policia ose me përdor
famën për me pështu për dënimit, ose për me ikë në ai situate? Qa më ka ndodhë, këtë jetën temë 2 herë më ka ndënu policia. Okej. Së më ka ndodhë asë një herë me më ndënu, arsyeja që shumë vozitje me regula. Okej. Edhe të dyjat kanë qenë për nëse e kumlon kjerën që të në rrugë, së dosh me loni, mi dhe i market me bledi shka. Edhe, i këmë thonë, a kom bërë mundësi me ma falë? Së ma ka falë, okej, shenej, edhe u kry ma betë. Pas të shumë dënime. Jo. Fantazia më e madhe? Në për momentin s'di që ka me thonë. Okej. Puthja e fundit? Du me ta bo interesant emisionin se ma të këmë harru kërë konë. Ja, s'pa du me të kalzu, pëse me ju kalzu kërë ju. Okej. Kërë ju puthën, ajo shumë është private. Tani po thojnë fizak. Fizak ne. Ajo shumë është intime, bredi, që shumë, atë pjesë e rujë shumë me fanatizëm për vetën ta. Okej, fiz. Në pa të keqës. Ma bën gati një melodi, qëfare do të qetë, sepse kam një pyetje për fizën, që me qënë si jemi drejt fundit. Gjale do me mështi mu dashuru. Koft Kur dole më në të bashkë. Koft kësmet. Fiz, po kërkoj prej teje me imbyll syt për 10 sekonda. Edhe me taku fizën e vogël. Qka i kështë thonë, ose qka kështë prit me të thonë fiza e vogël, fizës të rritun, që i ka prej kondrat e saj. Po ecë, s'po ndalet, ka rritë që ndoshtë ato andrat si fmi, me i prek një nga një. Gjatë rrugtimit tanë që te veç i rritë dhe ka rritë këtë mosh, shpesh herë i rëdzu, me dhimbje shumë të mdhaja dhe ke arrit prapë më ngritë në kam pandimën e kërkujna. Më vjen keq për ty pse në komet aq e vogël, se kur ke qenë e vogël, ke qenë plët. Tash je në shpirtin tanë, je shumë e zbrast, po mundohësh që njerëz tjerë të kanë sa ma shumë vepra prionës tonde që knaqe me veprat e tua. Vazhdo kështë. Super duar për kishtë. Edhe një. Edhe lët nga njerë jënë të mirë, sepse shpesher për harrojmë vetëm, për harrojmë atë fëmijën e vogël edhe ato gjithë shka që kemi kalu. Edhe një duar të kitje për lët të fizës. Sta lash ujmë që të lënë, falë. Realisht, këm edhe shumë pyetje, për du edhe një pyetje të fundit, me ta parashtru. Hajde bëni me të s'po deshe mu nëllë. Dhe pyetja është e fundit. Me qëfar kushti kishe heqë dorë pre aktrimit, pre andrës tane? A kështë sakrifiku dashnin e aktrimit për një dashni reale? A dhe kështë bashkë direkt? Bashkë direkt, kështë të rësë, qysh ke folë pre fillim? Po, nëse kësha pas mundësi me njallë babën tem edhe 3 vllaznit e mi edhe mesën tem. Veç ke mundësi. Bravo. Për ti tërgjohë për kërgjë, jo. A nëse që ke ishë bore ale, po. E the një fjalë, tash në fund, do më thonë një arsye shumë të fuqishme. Edhe kuptohet që nuk mëj me e kalu si temë, pa e diskutu, pa e përme. Do më thonë, nësë unë arri me njallë babën, 3 vllaznit edhe mbesën tem. Fillëm e shpëdu me të pytë pak për historinë, pikat shkurtra. Baba më ka vdek në moshën 8 vjeqe, kër kam qenë një më rritë pa ta. Mbesa më ka vdek që 16 vite në shta. Vllau i vogël më është vëranë në punë, edhe 2 vllaznit e tjerë më kanë vdek
shumë mrena një dekade më kam vdek 3 vllazët. Edhe atë pjesën fiza e vogël që ja tha fizës madhe, ke komplet që kjo që gjitha qëto i kom kalu, pas njerë nuk ju më dërzu. Edhe komplet është një fizë tjetër, njëtën e përdeqme që 11 vite. Situatat rrethonat në ndrojnë. Shumë. Po ka njerë ku nga ka për euforia, harrojmë për kënë e kena, qka kena. Po me bukër është të dush me vazhdu me majtë kokën lartë. Falë Zotit, jam me kokën lartë për gjitha ndodhit e mija. Edhe mi bo krenar, qësh i ke bo do i sot krenar, edhe me vazhdu. Në shumë e vërtet është. Falë Zotit, kam një pa dhe mesa që i du shumë, i që ma i shumë, më bojnë krenar shtë det, edhe kështë që me dhimbje jetojna, tam i kom vesh këmishën e dhimbje se kom vesh qysh fmi kur kam qenë dhe mbrapa jeta më ka detyru vesh me vesh këmisha dhimbjes edhe me ecë tutje. Të randohën shumë, kështë që po nuk isha me bojeta është kjo. Në njerë më busqeshja në mashtën sepse më shefi mirë atë të qarë kemi. E si do mos one. Një do artë të kitje për fizë? Psikologjin, me artë, jam e ditë me më shef, jam u tranu. Fizë, falemderit shumë. Falemderit që ishe pjesë e ftohtë dhe nëzëtë Summer. Falemderit edhe për ju. Realisht unë energjin ka kohë që e kum pa dhe për ekraneve televizive. Energjin, sinceritetin edhe ato emocionet super mix që na dhurove sëtë. Prej profesionalizmi dhe të momentet të busqeshës dhe dhe të ndoshta ato lëtët që... Je personi i parë për historin të amë që më kanë zirë lëtë. Qka du shtuj. One e kom thonë edhe në tjera emisione, e kom tregu ta manxarën dhe ma thellë se me ty. Mirë po, momentin që a fiza e vogël dhe fiza madhe, ke pak e pa mundshme më trahtun pak letë. Unë të presë shumë ma shpeshëm të të nëzet, edhe me diskutu për çdo histori, sepse kemi nevoj për rrëfime, për njerë që edhe ata që na shohin, me kuptu diçka edhe me a dalë në çdo vështërsi që kemi. Kështu që më bëqona me qafis. Hajde, edhe në ty qafim. Edhe ty të regojna njëzve që nuk i na dalë dhejt, atë nuk dashurohe me, se tani të hupin shoncat. Nuk prit mu më falemderit Ta shumë. zemrën. Një do artë të kitje për fizën, shumë të madhe. Edhe Falemderit shumë. Skambë, që besa na po e bojna, po e përmbyllim emisionin. Leo, hajde të bojna gëzuar shumë na i shotë që na kanë me, se shumit se na e kanë fi mysafert. Na ishe mirat kesh këta njës. A që forët na vjenë. Qëfare të shëllën. Para se me po gëzuar, një falemderim për LKR Studio që përkujdeset për flokët, për Barrier Kosova dhe Catch, veshët ma të mira, ma trendi për meshku i gjenin në Catch dhe Barrier Kosova, ndërsa ekipit ma të mirë të radio televizionit 21, Benit, Amigës, Halimit, Fatosit, Gramosit, Denit, Hakit Shushjaki, Ferit, vajzave të mirëmbajtjes, vajzave qikave, unë ju them realisht rrjeteve sociale, dhe sigurisht Lumit dhe tërë stafit radio televizionit 21, ne shihemi sërisht. Edhe më arrojna zilën. Hajde, jo dush me qashtë gëzuar. E kom di që m'ke bloku e nuk vine fjall. Unë gjdo dit të shku, nuk jam anal. Numërë të të ba, ma në lal. O zot jam ba, për psikolog. Numërë të të ba, ma në lal. O zot jam ba, për psikolog. Shkoj! Një mama, o zotë një mama, veç ta kaloj e ma nuk i dashurona. Një mama, edhe këtë her, dashia me musu konë për. Hajde maestro! Shkoj!
Veç ta kaloj ma nuk I dëshurona Një boma edhe këtë herë Dashnia me mus